Apostulli i ditës. Juda, shërbëtori i Isu Krishtit dhe vllai i Jakovit, të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndin atë dhe të ruajtur në Isu Krishtin. Mëshira, paqja dhe dashuria u shumoft në ju. Shumë të dashur, ndërsa isha ngulmues që t'ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t'ju shkruaj juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin, që u qet transmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë. Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz që qenë shënuar që moti për këtë dënim, të pabes që e kthejnë hirën e Perëndis tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi dhe Zotin tonë Isu Krisht. Dhe dua t'ju kujtoj, ndose tashmë i dini gjithë këto, se Zoti, pasi e shpëtoi popullin e tij nga vendi i Egjiptit, pastaj shkatroi ata që nuk i besuan. Ai e ruajti me pranga të përjetshme në errësirë për gjyqin e ditës së madhe. Edhe ëngjët që nuk e ruajtur në gjendjen e tyre të parë, por e lanë banimin e tyre. Por si Sodoma dhe Gomora dhe qytetet përreth, që u dhanë pas kurvërimit dhe u dhanë pas çoroditjes seksuale, ja vënë përpara si shembuj, duke pasur ndëshkimin e një zjarri të përjetshëm. Në të njëjtën mënyrë ndosë edhe këta ndërrues mishi përbuzin pushtetin dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve, por kur ëngjëlli Mikael, kur në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të shqiptoj një gjykim fyes, por tha: Zoti të qortoft. Kurse këta flasin keq për gjitha gjërat që nuk i din dhe për gjitha gjërat që njohin në mënyrë natyrale si kafshë pa arsye, në këto gjëra prishin veten. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radio Ngjalla dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostull Judës, vargu 1 dhe në vargun 10. Vargu 1 thot: Juda, shërbëtori i Isu Krishtit dhe vllai i Jakovit, të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndin atë dhe u ruajtën në Isu Krishtin. Përmendet apostulli Juda është një nga 70-tët, si vllai i Jakovit është një nga 4 vëllezrit ose bitë e Josifit, vëllezrit shpirtëror të Isu Krishtit. Ai nuk e quan veten vllai i Krishtit ashtu siç na përmendet edhe në Ungjill, por duke mësuar se Isu Krisht nuk është thjesht një njeri, por është Perëndi njeri, ai quan veten tashmë shërbëtori i Isu Krishtit dhe ju dërgon këtë letër të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndin atë dhe të ruajtur në Isu Krishtin, dhe këtu bëhet fjalë për të krishterët. Vargu 2 thot: Mëshira, paqja dhe dashuria u shumoft në ju. Apostulli Juda kërkon mëshirë, paqe dhe dashuri për ata që do lexojnë letrën e tij, dhe këtu bëhet fjalë për të krishterët. Kjo përshëndetje shumë më tepër se një përshëndetje, është një urim ose më themi edhe një lutje që apostulli Juda i bën Perëndis në emër të Isu Krishtit, që mëshira, paqja dhe dashuria e Zotit të vinë mbi të krishterët. Mëshira do të thotë ngushëllimi i dhëmshëm i Perëndis për besimtarët e tij, të cilët janë të lodhur nga lufta shpirtërore dhe nga presioni i saj. Paqja do thotë siguria që vjen kur vëm besimin në Perëndin dhe në fjalën e tij, dhe dashuria është përqafimi i pamerituar që na bën Perëndia neve, njerëzit e krishterë, por dhe neve jemi të detyruar nga kjo dashuri që marrin falas të përqafojmë dhe të tjerët, në radhë parë ata të shtëpisë, jo thjesht të familjes prej gjaku, por të familjes së madhe të krishterë dhe të gjithë njerëzimit. Vargu 3 thot: Shumë të dashur, ndërsa isha gulmues që t'ju shkruaj për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t'ju shkruaj juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin, që u qet transmetuar shenjtorëve një herë përgjithmonë. Pra, apostulli Juda ishte duke menduar për të shkruar lexuesve të tij, të krishterëve, për shpëtimin e përbashkët, shpëtimin që ka ardhur nga Perëndia atë me anë të birit të tij nëpërmjet Shpirtit Shenjtë, dhe ky shpëtim gjendet në kishën apostolike, por duket apostulli Juda ka pasur një tjetër frymëzim nga Shpirti i Shenjtë dhe ndjeva nevojën, thotë, ju shkruaj juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin. Të luftoni do thotë të përballoni përndjekjen për besimin në emër të Isu Krishtit. Të krishterët kanë pasur një përndjekje shumë të madhe në atë kohë, por gjatë gjithë kohërave të krishterët janë përndjekur për hir të Krishtit dhe do përndjeken deri në fund. Dhe apostulli thotë atë që u qet transmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë. Shikojmë këtu që doktrina e shpëtimit që vjen nga besimi në Isu Krishtin është një doktrinë që është dhënë një herë e përgjithmonë. Nuk mund të ketë një doktrinë të re për shpëtimin. Prandaj ne nuk do të pranojmë as kërkënd i cili pretendon se ka dije të tjera, siç ishin atë kohë, po vazhdojnë të jetë dhe sot të grupet gnostike ose filozofitë okulte ose fet të cilët mohojnë Isu Krishtin,
sepse shpëtimi vjen vetëm duke besuar në Isu Krishtin. Dhe gjërat ja dhënë një herë për gjithmonë dhe Kisha Ortodokse nuk rinovon doktrinën, ajo është një doktrinë e dhënë një herë për gjithmonë, prandaj ne themi besojmë në një kishë të 7 sinodeve ekumenike, pra e gjithë doktrina është shtjelluar në 7 sinode ekumenike dhe këtu mbështetet kisha jonë dhe këtë doktrinë ne e transmetojmë nga brezi në brez. Vargu 4 thot, sepse depërtuan ndërmjet disa njerëz që qenë shënuar që moti për këtë dënim të pabes që e kthejnë hyrjen e Perëndisë sonë në immoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi dhe Zotin ton Isu Krisht. Pra, në këtë varg na tregohet se frymëzimi që pasi apostulli Juda për të shkruar për besimin, për qëndruar të fortë në besim, ishte i justifikuar sepse tek bashkësitë e krishterë kishte filluar të hynte një frymë heretike, ashtu siç thuhet sepse depërtuan ndërmjet disa njerëz që qenë shënuar që moti për këtë dënim, tu bëhet fjalë për heretikët dhe për dënimin e merituar që kanë ata, patjetër që dënimi i heretikëve nuk është i përcaktuar, Perëndia nuk përcakton por para një, dhe Zoti e ka lënë njeriu ndërmjet dy rrugëve, pra ose të ndjekë dhe të vërtetën dhe të bashkohet me të, ose të ndjekë gënjeshtën dhe bashkohet me të. Patjetër që ai që ndjek vërtetën bashkohet me të vërtetin, me Perëndin dhe shkon në gëzimin e Zotit, dhe ai që bashkohet me gënjeshtën shkon me djallin që është babai i gënjeshtës dhe shkon në dënim. Kështu që çfarë thotë? Të pabesët që kthejnë hyrjen e Perëndisë tonë në immoralitet. Një nga karakteristikat e heretikëve është immoraliteti. Pra, ata e shtrëmbërojnë fjalën e Zotit për të justifikuar kurvërinë e tyre, sepse në fillim ata kanë rënë në kurvëri shpirtërore, që do të thotë janë bashkuar me demonët, me frymën gënjeshtare të demonëve, dhe pastaj kjo kurvëri shpirtërore pasqyrohet dhe në kurvëri trupore, pra ata kanë një jetë të shturur, një jetë liberale. Dhe këtë shikojmë të këto grupet heretike që thonë nuk ka rëndësi vepra, mjafton besimi, pra nuk ka rëndësi çfarë jete ti bën, por vetëm po të besosh në Jezu Krishtin, je i shpëtuar. Patjetër që kjo është një doktrinë e gabuar dhe çfarë thotë? Dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi dhe Zotin ton Jezu Krisht. Këta krijojnë krishtër të rem, ata mund thonë Krishti, por Krishti i tyre nuk është një Krisht i vërtet, sepse Krishti u tha atyre që e dëgjonin, në qoftë se zbatoni porositë e mia, tregoni se më doni. Prandaj, në qoftë se ne themi Krishti, por nuk zbatojmë porositë e Krishtit, pra nuk bëjmë jetë të moralshme, atëherë ai Krishti që neve themi, tu flasim për heretikët, nuk është Krishti i vërtet. Dhe nuk mund të ketë një Krisht pa kish, nuk mund të ketë një Krisht pa shenjtor, nuk mund të ketë një Krisht pa porosi, pra moral. Ky është një Krisht i gënjeshtër, pra është ajo fryme e antikrishtit, prandaj duhet bëjmë kujdes, sepse nuk mjafton dikush të thotë që unë jam i Krishtit, të ketë dhe ungjillin në dorë, edhe neve duhet ta besojmë. Vargu 5 thotë, dhe do t'ju kujtoj ndonë se tashmë i dini gjithë këto se Zoti pasi e shpëtoi popullin e vet nga vendi i Egjiptit, pastaj shkatërroi ata që nuk besuan. Apostulli Juda, duke u referuar dhjetës vjetër dhe Eksodit, na tregon se jo të gjithë ata që dolën nga Egjipti, pra populli i Izraelit, të gjithë shkuan në tokën e premtuar. Por shumica e tyre mbeti në shkretir, pra u ndeshkuan nga Zoti, sepse nuk i besuan Zotit. Dhe në librin e Eksodit na thuhet se ata arritën deri në kufit e tokës së Kanaanit, por u trembën nga banorët e Kanaanit dhe kështu mëkatuan kundër Zotit, duke thënë pse na solle në këtë vend. Dhe atëherë Zoti u betua që të gjithë ata nga mosha 20 vjeç e lartë nuk do të hynin në tokën e premtuar, duke përjashtuar vetëm Kalebin dhe Isuin e Navis, kurse të gjithë ata vdiqën. Jo më kot apostulli Juda na ka treguar këtë, sepse jo të gjithë ata që e fillojnë rrugën si të krishterë do përfundojnë si të krishterë. Këtë na e ka treguar edhe apostull Pavli në letrën e tij, në letrën drejtuar Korintasve, ku na thotë: por Perëndia nuk përqeu shumicën prej tyre sepse eran të vdekur në shkretir. Dhe në letrën drejtuar e Hebrejve përsëri apostull Pavli na thotë: kush janë ata që mbasi e dëgjuan e provokuan? Vallë, jo të gjithë ata që dolën nga Egjipti me anën e Mojsiut dhe me të cilën u zëmurua për 40 vjet, mos vallë me ata që mëkatuan kofomat e cilëve ran në përshkretir. Pra, kështu pra humbën e izraelitët të cilën nuk besuan tek Zoti. Kështu do të mbasin edhe ata të krishterë të cilët u mbasin besimin e vërtet dhe bien pre e herezive. Vargu 6 thotë:
A i ruajti me prangat përjeshme në errësirë për gjyqin e ditës së madhe dhe ëngjët që nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë, por e lanë banimin e tyre. Apostull Juda i referohet përsëri Dhjatës Vjetër, librit Zanafilës, ku aty na është treguar disi se si bitë e Perëndis lanë në vendet qellore dhe u bashkuan me bijat e njerëzve dhe u lindën atyre gjigant. Patjetër që Zoti Perëndi u mërzit nga ky devijim i rratës njerëzore dhe nga ky bashkim ndërmjet njerëzve dhe angjëve, duke na sjellë një racë të transformuar. Dhe pastaj ai ndërhyri me përmbytjen e Noës. Ne nuk mund ta shprehim qartë dhe realisht se çfarë ka ndodhur në këtë kombinim të angjëve me njerëzit, por është diçka që ka ndodhur, pra kemi një rënje të angjëve të cilët ranë nga banesat qellore, nga vendet që kishte caktuar Zoti, nga jeta shpirtërore dhe ranë në gjendje trupore dhe në gjendje mëkatare. Pra, duhet pasur kujdes se tundimi i mishit është një tundim shumë i fortë që as dhe angjit nuk arritën do ta përballonin, pra flasim për angjit rebel, kështu që edhe ne si njerëz, duke qenë dhe mish nga natyra, duhet bëjmë kujdes dhe nuk do t'i japim zhvillim asaj doktrinës liberale, do me thënë që të jemi të shkujdesur, por gjithmonë do të jemi në atë frymën ortodokse, pavarësisht se dikush mund na thotë ju jeni njerëz të ngurtë ose jeni me frymë konservatore. E rëndësishme është që ne duhet të ruajmë moralin, sepse nëse devijojmë sadopak nga doktrina, devijojmë pastaj nga morali. Dhe kështu, duke ruajtur doktrinën e pastër, ruajmë dhe moralin e pastër. Vargu 7 thotë: po si Sodoma dhe Gomora dhe qytetet e përreth që u dhanë pas kurvërimit dhe u dhanë pas çoroditjes seksuale janë vënë përpara si shembuj, duke pësuar ndëshkimin e një zjarri të përjetshëm. Përsëri apostull Juda i referohet librit Zanafilës, ne tregon për dy qytete, Sodoma dhe Gomora, në të cilët banonin njerëz tepër të shturur, pra me një shturje përtej natyre në marrëdhënie perverse në homoseksualitet. Këto dy qytete ishin në luginën e Jordanit, një luginë shumë pjellore, por u shkatrua me zjarr edhe me squfur dhe sot gjenden poshtë detit të vdekur, duke lënë si një shenjë nga Perëndia se kështu do përfundojnë të gjithë ata që jepen mbas kësaj shturje perverse. Vetë Zoti Krisht tha që në kohën e fundit njerëzit do jenë si në Sodomën dhe Gomorën. Pra, kjo është e vërtetuar, jetojmë në një kohë ku këto marrëdhënie perverse, të cilët ishin ndaluar prej shekujsh për shkak të moralit krishter, u rishfaqen përsëri në shekullin e kaluar dhe në këtë shekull, dhe sot janë bërë dhe marrëdhënie të ligjëruara, madje dhe të imponuara. Por nuk do të çuditemi për këtë, thjesht ne duhet besojmë se fjalët e Zotit janë të vërteta dhe jemi shumë afër fundit të kohërave. Vargu 8 thotë: në të njëjtën mënyrë ndodhen edhe këta ndërrues mishin, përbuzin pushtetet dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve. Pra, apostulli Juda na thotë se ashtu si ran ëngjët nga gjendja shpirtërore në ato trupore dhe sodomitët nga ato natyrale në ato perverse, kështu në mënyrë regresive bien dhe heretikët, sepse ata duke ndëruar herezitë e tyre, jo vetëm ndotin mendjen, por dhe mishin, pra drejtohen drejt mëkateve trupore, përbuzin pushtetet, ka një frymë rebele anarkiste dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve, pra kundër Perëndis, kundër angjëve, kundër shenjtorëve. Vargu 9 thotë: por kryeëngjëlli Mikael, ku në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të shqiptoi në gjykim fyes, por tha: Zoti të qortoft. Tashmë apostulli Juda na përmend një ngjarje përsëri nga Dhjata e Vjetër dhe kjo gjendet tek apokrifët, por duhet të themi se dhe apokrifët, pavarësisht se nuk janë libra kanonik, kanë disa të vërteta dhe duhet një frymëzim hynor për të marrë atë që është e vërtetë, ashtu siç e kishte apostulli Juda, dhe na përmend një rast ku mbasi vdiq Mojsiu dhe ishte i vetëm trupi i tij në mal, vajti djalli për të marrë trupin e Mojsiut, që të hynte në trupin e Mojsiut dhe të shfaqej tek populli i Izraelit për të dhënë një ligj tjetër dhe kështu t'i devijonte ata nga rruga. Por kryeëngjëlli Mikael, i cili është i pari i ushtrisë të Zotit, pavarësisht se kishte fuqi mbi djallin, ai është caktuar për ta lidhur djallin, për ta hedhur në humnera, ai se nuk e shau djallin, por tha Zotit të qortoft. Dhe vargu 10 thotë: kurse këta flasin keq për gjërat që nuk i dinë dhe për gjithë gjërat që njohin në mënyrë natyrale si kafshë pa arsye, në këto gjëra prishin veten. Heretikët, duke qenë me një frymë sektare
me një frymë rebele, me një mendje të prishur, flasin për gjëra shpirtërore në kuptimin natyral. Për shembull, ata flasin në mënyrë blasfemike për të shenjtën. Gjithmonë vigjeshë zonja Shëmari, që veç krimi i shenjtë e tregon atë si gjithmonë të vigjer, por ata duke mos i kuptuar frymën e shkrimit, ata bien në një herezi dhe blasfemi, duke thënë se të shenjta kishte edhe fëmijë të tjerë. Kjo është diçka komplet e gabuar, as pak e bazuar në shkrimin e shenjtë, por një keq interpretimi i shkrimit të shenjtë dhe vjen se këta heretik i shikojnë gjërat në mënyrë natyrale, në mënyrë shtazore, pra si të pamend. Dhe kështu ata prishin veten e tyre. Pra ata dënojnë veten e tyre. Dëgjuat komentin e letrës së apostull Judës.